Përshëndetje, kemi ardhur këtu të shtëpia e Valdrin Shalës në Xhilan, e cili edhe ka një faqe për parashikimin e motit Meteo Kosova, që është aktualisht shumë e njohur edhe për folur. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është një paralajmërim i djeshëm i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, si më thonë që ngritin një farë alarmit të qytetarët që kënse gjatë ditës djeshme do të binte shi, rrufeshëm, breshur edhe rrezikon të vendit të kishte përmbysje. Faktikisht nuk ndodhe një gjë e tillë, edhe në parashikimin e Valdrinit, i cili ka faqen shumë njohur për parashikimin e motit. Valdrini na tregoi që një gjë e tillë nuk ka më ndodhur, edhe na tha, si më thon, flani rahat. Kështu që një gjë e tillë nuk ndodhet, dje ishte moti pak a shumë jo dhe shumë i mirë, nuk ishte diell shumë, por përmbytje, rrufe edhe shi të rrëmbyshëm nuk pati. Valdrin apo na tregon çka realisht ndodhi, pse kjo huqje kaq e madhe e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. A mendon që do duhej paraprakisht të analizonin mirë para se me dalë me një alarm, nëse mund të themi të tillë, po? Parashikimet prej Meteo Kosovës që i kemi jep na gjatë kësaj jave ka qenë shumë e qartë që dita hënë edhe martë ka me pas tuhit forta, breshë, shkarkime rrufesh, edhe ashtu faktikisht ka ndodhur. Për të mërkurën është para pa veç gjatë orëve të para të 24 orëshit. Edhe pse realisht ka pas veç disa rreshe lokale kanë qenë, aty këtu ndonjë shkarkesë elektrike, për ndryshe ashtu siç kanë paralajmëruar pas postimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, që nga dita e martë, domethënë pas ditën e së martës, ka paralajmëruar për të mërkurën kushte tilla që kanë mbretëruar gjatë ditës të hënë edhe të martën. Me njëherë pas një kohë të shkurtë kam reaguar duke shpërndar postimin e tyre që dita e mërkurit domethënë do të jetë kitë ndryshe prej 2 ditëve të mëparshme. Ka qenë për arsye që nuk ka pas parashikime të tilla. Domethënë e kam shpërndar postimin e tyre në Facebook, por për shkak mesazheve të vazhdueshme më është dashur me patjetër me postu edhe një herë me bosi lloj demantimi të mërkurën në orët e para të paraditës. Edhe për këtë arsye dhe si e tillë normalisht ashtu ndodhi, domethënë nuk pat shkarkime rrufesh me përjashtim për ndonjë rreshe të izoluara, domethënë që kanë qenë kryesisht në zonat malore, nuk ka pas as breshër, as rrufe, as tuhit forta. Normalisht parashikimin e tillë, siç e thëj edhe në disa prononcime të mia, kanë qenë për shkak të Institutit Serbisë që e jep edhe për regionin e Kosovës alarme që i aktivizon, meqense Kosova nuk është e ndëlidhur me EUMETNET-in, institut që është meteorologjik i Evropës, ku i pranon prej shteteve të ndryshme të Evropës alarme, dhe si e tillë normalisht nuk kemi, edhe për atë arsye domethënë Serbia jep edhe për regionin e Kosovës. Me këtë rast, instituti domethënë çka ka bëu tash, që ka po prej Serbisë, automatikisht veç e ka transmetuar direkt te publiku. Faktikisht po është edhe pyetja ime, sipas teje domethënë ta po bazon paralajmërimet e Institutit Meteorologjik që është Serbisë domethënë. Po, okay, kjo apet nuk pe cilësoj ose si fakt se fundit muj me marrë si diçka pozitive, nëse veç ata nuk kanë faktikisht se është institut, nuk ka lidhje të bëj kurrë këtë rast me politikën, është institut, edhe kjo që ka dashur me thonë me atë nivelin portokalliu, se niveli i dytë i rrezikshmërisë ka të bëj për shkak që gjatë orëve të para, siç e theka, 24 orë ditës së mërkurë, është parapon një sistem frotal me kalu me rreshura, shkarkesa rrufeshe dhe mundësi për breshër. Ata është nëse në një kohë caktuar brenda 24 orësh të ditës së mërkurë, se çfarë do ditë caktuar parashit një gjendje e tillë, automatikisht ata veç kanë me transmetuar çfarë gjendje edhe kanë me aktive. Çfarë u dashta me bë? Këta u dashta me përcjell parashikimet kur çaj nivel portokalli po jepet. Po këta ose sigurt nuk kanë bërë analiza ose parashikime më detajume, veç që kanë kopë të gatshme dhe kanë menduar që ka me vazhdu, domethënë studia qysh ka qenë e hënë e martë, me vazhdu dhe të mërkurën. Që është problemi vetëm që ka mujtë me ndodhë nga ona atyre. Edhe paralajmërimi në Facebook, si më thonë, e shkruar, doke që është e shkruar me ChatGPT, domethënë. Po, ato Valdrin, çka ndodh më instituti, ku i merr ti informatat, domethënë kjo pak më na tregu pak edhe për këtë pajisje, çka është kjo pajisje dhe ku i mor ata besoj që kanë pajisje shumë të avancuar se ti. Po, jo, kjo është pajisje veç stacion personal meteorologjik, baza kryesore ka Advantage është e firmës Davis është në Bikolm. Deri ku arrin kjo çka? Jo, kjo është veç për parametrat kushtet momentale, gjilonit ose kësaj rrethinës që e ka mund. Kjo nuk ka parashikime, po ashtu as stacionet e institutit nuk bëjnë parashikime
parashikime për orët ose ditëve tashme. Këtë për këto parashikime merren prej modeleve ndryshme, globale, është GPS, është edhe modeli evropian, ka dhe modele ndryshme. Që janë njoftra botërisht, domethënë që ka mundësi secili me pas qasje, apo? Po, secili mund me pas qasje, ose po çaq e thjesht që ka qenë dita e mërkur, që edhe prej smartphone-av ke mujt me pa bagazhon nashta ose një hulumtim të shkurt, një parashikim të shkurt me marr përmes Google-s me pa çka ka më ndodh, ajo ka qenë e ditme. Këtë problemi që ndron te niveli portokallit që nuk e kanë pa ose nuk e kanë analizuar saktësisht se çka ka më ndodh. E veç që kjo është esenca që ka mujt gabimi tyne më me thonë. Po, meqense po flasim për modën, po shumë tash ka ndryshuar, nuk është modi si më thon si përpara, vera, nxehtë, dimri, ftoft. Me shumë këtyre ditëve ka pas një stabilitet madh. Mbas parashikimeve dhe mbas ulumtimeve që ke mujt me bëu, kjo vera pritet me qenë kështu me pas me pas shi, me qenë koha shumë nxehtë. Është kjo në Evropën perëndimore. Quhet fenomeni Omega Block, kur kapet domethënë në mes, Omega Blocki tash në mes ka qenë kjo pjesa e Evropa perëndimore. Për atë arsye edhe Franca i ka përjetuar ndër verat më të nxehta, nëse më thon ashtu, përfshirë edhe Spanjën, Portugalinë, për shkak që Omega Block, në momentin që në zonën anticiklonike u vendos Evropa perëndimore, automatikisht pjesa juglindore e Evropës ka me pas kushte s'po them tash vazhdimisht të paqëndrueshme, po ose temperaturat kanë me qenë ose më të ulta ose ka me pas her pas here përkatësim të kushteve të modës. Pas parashikimeve si vjeta kemi pas verë nxehtë apo kështu, ka me qenë lashme? Deri tash ose çka kam mujt me pa, nuk është që mund me deri me mujore me folë ashtu, po deri në fund edhe pjesa e mbetur e këtij muaji ka me vazhdu me paqëndrueshmëri. Ka mundësi që prej javës tashme nga mes javës tashme sidomos me pas një ngritje temperaturave dikun mund po besoj rreth 35 me arrit, po jo diçka vlera ekstreme të paktën që kemi parashikimet për momentin. Tash me kalu te kjo pjesa e pasionit tënd për meteorologjinë, për shumë edhe paisin që ki këtu edhe antenën lart atje që ke vendosur. Sa për informat, unë me parashikimin nuk kam filluar as dia as pardje. Unë mirna me prej vitit 2008. Domethënë afërsisht gati tash rreth 20 vite afërsisht. Po me postimet e mia ose me pjesën për publikun, për çuj kështu kushtimisht me postime në Facebook, kum fillu prej vitit 2011 me tratën e mars, fillimisht kum fillu si faqe Muti në Gjiljan, po për shkak të interesimit që ka pas edhe prej qytetarëve tjera ose të Kosovës, kum vendosur që vitin 2021 më janë ndryshuar domethënë emrin faqes prej Mutit në Gjiljan me kalu Meteo Kosova. Po. Sa i përket investimeve për shumë antenën këtë pajisje, këto domethënë ke komplet baza vullnetare me investimet tuaja që e kisi pasion meteorologjinë apo? Po. Meteorologjin po, e kam shumë për pasion, e kam normal çaq buk sa haqa që edhe meteorologjinë e kam ashtu s'më mendo. Për ndryshe kjo është konzolla quhet, i bën matjet direkt prej stacionit nalt. Domethënë këto i kemi temperatura momentale që jepet tash për momentin që kemi 24 gradë. Kjo është sasia rreshe, domethënë s'ka pas rreshe, kjo e marr shpejtësinë e erës. Kjo është presioni atmosferik. Edhe kjo është pika e vesës, këto i ki domethënë momentale. Domethënë mas temperatura më e lartë regjistruar deri tash sot është 24.7. 24. Po, edhe shpejtësia e erës domethënë ka qenë e qetë deri 21 km/h. Po. Valdren, për fund, a ka më mbet ky veç një pasion jote apo ki plane tjera me vazhdu ndonjë shkollim, si më thonë, ose vazhdu tutje? Po, normalisht. Se jo nëse të ftojnë edhe në institut me ta bëni ofertë, me qenë se për një jashtëzakonisht këtë pjesën e meteorologjisë. Po, e kam në Facebook edhe një profesor prej Shkupit, është shumë i njohur, ai ka po postimet e mia dhe interesimin tim, edhe më ka ftu që më ndjek edhe pjesët e shkollimit të meteorologjisë në Shkup. Besoj që muajin e ardhshëm Shkup ekziston domethënë shkolla. Po, është po. Pak problem do t'jetë po besoj gjuha, po nuk e di ai çka ka më ofru. Se veç gjuhë maqedone? Po, veç gjuhë maqedone është. Okej. Po besoj, po ai më ka thonë që do ta dërgoj edhe programin, mi përcjell edhe këtë këto eventet, ama besoj që do ta kem rastin edhe me u taku gjatë muajit tashëm, edhe me pa që janë mundësit me vazhdu tutje, domethënë jo me mbet veç si pasion, po edhe me peçuj kushtimisht edhe si specialist. Me të vogël mandej edhe si profesion. Faleminderit shumë Valdren për kohën edhe vazhdon me dhon kështu parashikime të sakta se tash faqja jote Meteo Kosova është si më thonë një farë vendi ku njerëzit çdo mëngjes kur të bëjnë plane hinë këshirin mandej kohën edhe vazhdojnë tutje. Faleminderit shumë.